Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga dhimbja e gjurit, receta që heqë dhimbjet si me dorë. Dhimbja në gjuhë është padyshim një nga problemet më të zakonshme shëndetësore. Disa shkaqe të dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat, gutat, dëmtimet dhe paqëndrueshmëria e ligamentit. Shpesh, për të lehtësuar këto dhimbje mund të bazoheni te mjekësia alternative e cila mund të rezultojë shumë efikase. Përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuqdjegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa mund ta imagjinoni. Piperi i kuq përmban kapsaicinë e cila shkakton një ndjesi të ngrohtjes rreth zonës së gjurit, duke reduktuar dhimbjet dhe enjtjet. Përbërësit që u duhen në këto raste janë 2 lugë piperi kuq, 1 filxhan me vaj ulliri. Udhëzimet e përdorimit të kësaj recete janë në këto. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikoni atë më pas në zonën e prekur. Përsëriteni këtë proces 2 herë në ditë për 1 javë me radhë. E vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë më të fuqishme antiinflamatore dhe në këtë mënyrë lehtëson edhe dhimbjet e gjurit. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë gjysmë filxhani me vaj kokosi. Udhëzimet: ngrohni vajin për 3 minuta dhe më pas e aplikoni atë në gjuhë duke masazhuar përmes gishtave. E lini të veprojë për disa orë dhe më pas e lani pjesën e gjurit. Sipas Healthy Food, përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë. Këshillohet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara çdo recete që vendosni ta aplikoni në mënyrë që të evitoni kështu edhe gabimet që mund të bëni me përdorimin e tyre. Dhimbjet e gjurit janë një nga problemet më të zakonshme që hasen kryesisht edhe te moshat e mëdha, por ato mund të kenë edhe një lehtësi më të mirë duke përdorur recetat e duhura. Dhimbjet e gjurit mund të jenë vërtet problem i madh edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse nuk ndiqni trajtimet e duhura dhe nëse e lini pas dore, atëherë do të keni edhe më shumë probleme, pasi mund të ndikojë edhe në çështjen tuaj të përditshme, duke ndikuar edhe në përkeçimin e problemeve tuaja të njëpasnjëshme. Nëse prej kohësh vuani nga problemet e gjurit, duhet i drejtoheni mjekut tuaj për të parë edhe shkakun e mundshëm, por gjithashtu edhe për të marrë një zgjidhje përfundimtare. Nëse gjendja juaj nuk ka të bëjë edhe me aksidentet që mund të keni pësuar, atëherë mund të ndiqni trajtime natyrale në kushte shtëpie për të lehtësuar komplikacionet. Ju ndoshta kur nuk e keni kuptuar se si të mbështetshëm janë në gjunjë derisa fillojnë ato dhe të lëndohen. Dhimbjet kronike në gjuhë janë kaq të vështira për t'u menaxhuar, saqë praktikisht mund t'ju bëjnë që t'jeni vazhdimisht të lodhur, edhe kur nuk qëndroni në këmbë ose nuk ecni për një kohë të gjatë. Dhe pikërisht për të përmirësuar strukturën e gjunjëve tuaj dhe për të lehtësuar problemet e tyre, duhet të ndërmerrni disa hapa bazë, të gjeni produktet e duhura natyrale për t'u përfshirë në dietën tuaj, të hiqni dorë nga aktivitetet e cilat vendosin në stres pjesën e kockave dhe të gjurit dhe të përmirësoni gjithashtu edhe qëndrimin. Po pavarësisht kësaj, ushqimi është qendra bazë për të përmirësuar edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sipas Healthy Food, në këtë video do të rendisim disa nga ushqimet më të mira, të cilat duhet i përfshini me patjetër në dietën tuaj për të përmirësuar kështu edhe shëndetin e gjunjëve. Karotat. Ngrënia e karrotave për të lehtësuar dhimbjet e gjurit në të vërtetë është një ilaç i lashtë kinez. Ajo funksionon sepse ajo është e mbushur me beta-karoten me vitaminën A, gjithashtu të 2 komponentë të fuqishëm me veti të mira antiinflamatore. Sekreti për të shijuar forcën maksimale të karrotave është të hani ato të gatuara, por nëse ju urreni karrotat e gatuara, i hani ashtu siç janë, dhe do të merrni edhe përfitimet e tyre ushqyese në shëndetin e nyjeve. Mundohuni që për 2 karrota çdo ditë të konsumoni edhe në kombinime të duhura edhe me shafranin e indis. Kurkumin ose shafrani indis është përdorur edhe si një ilaç bimor për shkak të efekteve të tij antiinflamatore. Ai mund të zvogëlojë problemet e përgjithshme të gjurit, sidomos edhe aftësinë e lëvizjeve të tyre, duke ndihmuar në një fuqizim më të mirë të tyre dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Shafrani indis mund të jetë një alternativë e çmuar për të lehtësuar problemin tuaj derisa të shkoni tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar. Uthulla e mollës mund të jetë një lehtësuese e problemeve tuaja. Do t'japë rezultate të mira ushqyese edhe kundër këtyre komplikacioneve.
Uthulla është e mirë edhe për secilën gatim që mund të përgatisni. Ju mund ta përdorni për lehtësimin e dhimbjeve të gjurit, duke e pirë ose duke aplikuar direkt tek vendi. Kur e pini atë 2 lugë të tretura në çdo ditë, mund të lehtësoni edhe toksinat brenda gjurit dhe ka në tendencën që të nxisin edhe inflamacionet. I njëjti efekt ndodh edhe kur e përzjeni uthullën me vajin e ullirit dhe masazhoni atë në gjunjët tuaj edhe për të lehtësuar gjendjen. Xhenxhefili gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e çmuar për të përmirësuar problemet e gjunjëve. Xhenxhefili është një tjetër ushqim që mund të hahet dhe të fërkohet në gjunjë. Përbërësit aktiv të xhenxhefilit quhen gingerol, janë substanca të forta antiinflamatore. Në fakt, studimet tregojnë se personat që vuajnë nga artriti duhet të shtojnë xhenxhefilin në regjimin e tyre ushqimor për të përmirësuar lehtësimin e nyjeve dhe për të sjellë rezultate më konkrete edhe në shëndetin e gjunjëve. Arrat janë një tjetër produkt mjaft i qëndrueshëm për të përmirësuar gjendjen e gjunjëve. Ato janë mbretëresha për sa i përket acideve yndyrore omega 3 dhe antioksidantëve, që i bëjnë ato ideal për qetësimin e dhimbjeve të gjurit. Disa studime sugjerojnë gjithashtu të përdoren rregullisht në dietën tuaj, kryesisht edhe në formën e papërpunuar. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përmirësuar strukturën e nyjeve dhe për të lehtësuar dhimbjen e gjunjëve janë edhe avokadot. Avokadot i detyron struktura e tyre kremoze për të nxitur gjithashtu edhe një lehtësim më të mirë të shëndetit të gjunjëve, duke lehtësuar edhe komplikacionet e tyre të njëpasnjëshme. Pjesa më e madhe e tyre janë të pasura me acid oleik dhe sipas studimeve tregojnë se ato ulin edhe inflamacione në nyje. Cili do qoftë shkaku i dhimbjeve të gjurit, dhimbja juaj do të ulet ndërsa përdorni edhe mënyrat alternative, por është e rëndësishme që nëse besoni fraktura dhe aksidente të ndryshme, të drejtoheni menjëherë tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar. Mbështetja që i bëjmë ne gjunjëve mund të mos e kuptojmë derisa të fillojmë që të keni dhimbje, trauma dhe probleme të njëpasnjëshme ditore. Prandaj për të evituar këto komplikacione duhet të drejtoheni edhe tek mjeku përkatës dhe të ndryshoni gjithashtu menun tuaj ushqyese, e cila do të jetë baza e një shëndeti më të mirë të nyjeve. Nëse prej kohësh vuani nga dhimbjet e gjurit, atëherë mund të ndërmerrni masa natyrale në kushte shtëpie për të lehtësuar problematikën dhe për t'i ardhur në ndihmë gjunjëve tuaj. Dhimbja e nyjeve mund të shkaktohet nga dëmtimet sportive, më së shumti lidhet edhe kryesisht edhe me artritin. Nëse vuani nga dhimbje të ndryshme kockore ose të nyjeve, ju e dini nga përvoja personale se ato mund të shkaktojnë edhe bezdi në jetën e përditshme. Megjithatë, dieta juaj do të bëjë edhe një ndryshim rrënjësor në lehtësimin e tyre. Nëse bëni disa kërkime dhe zbuloni të gjitha gjërat që mund të shtoni në dietën tuaj, do të lehtësoni edhe dhimbjet dhe inflamacionet dhe në përgjithësi do të forconi nyjet tuaja dhe do të përmirësoni edhe shëndetin e tyre. Për të përmirësuar shëndetin tuaj të kockave në tërësi dhe të nyjeve në veçanti, duhet të shtoni në dietën tuaj frutat. Është e ditur se frutat përmbajnë shumë vitamina që trupet i duhen çdo ditë, sidomos edhe sistemit imunitar, por ka më shumë se kaq. Rrushi, përveç aromës së tij, ka edhe kompleksin e elementëve ushqyes të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe dhimbjeve të kyçeve. Frutat agrume gjithashtu nuk ngelen pas. Portokalli dhe frutat e tjera agrume janë të pasura me vitaminën C që ndihmojnë në parandalimin e artritit inflamator dhe dhimbjeve të nyjeve. Qershit kanë treguar se rezultatet mund të jenë të mira, sidomos te personat me osteoartrit. Një studim të gratë me këtë sëmundje tregoi se pasi pini lëng qershie për vetëm 3 javë, niveli i shërimit inflamator u zvogëlua ndjeshëm edhe përmirësuan gjithashtu edhe strukturën e nyjeve. Në dietën tuaj duhet të shtoni zarzavate si spinaqi, brokoli, soja dhe fasulet e kuqe, për të ndihmuar kështu në një strukturë më të fortë të nyjeve tuaja. Nëse gjendja juaj është për shkak të frakturave që keni pësuar, drejtohuni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar dhe mos e neglizhoni kur shqetësimet që keni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.